Si puzzle. Ndërkohë, zoti Bumçi, çfarë duhet të mësojmë nga qëndrimi i Francës sa i takon këtij bordi ku Franca deklarohet jo bordit të paqes që ka thërritur zoti Trump? Një pjesë e vendeve kryesore europiane kanë zgjedhur një rrugë që të marrin kohë dhe të sqarohen. Pra, realisht çfarë synonisma, çfarë forme, pra të kenë më shumë të dhëna dhe më pas të shprehen. Kjo ishte në fillim një nisëm e kufizuar në Gaza, për rimëkëmbjen dhe rindërtimin e Gazës. Dhe aty gjërat janë relativisht të qarta. Momentin që zjerohet më tej, atëherë lindin shumë çështje për të sqaruar. Cili do jetë synimi i kësaj organizate të re? A i bën hije OKB-s? Në çfarë mënyre do organizohet? Realisht shumë i madh në gjithë dhe këtë do shikojmë atëherë në rrugë sipër. Nuk mund të japim, nuk mund të kesh përgjigje në këtë rast. Patjetër administrata amerikane, takimet që po zhvillon, besoj që me këto vende në nivel ministrie të jashtme. Ndërkohë mi nxetesh debati me Francën, edhe me zotin Macron. Perëndimi është Shtetet e Bashkuara dhe Europa Perëndimore janë një entitet, pavarësisht që mund të kesh edhe konflikte hembasere, debate, edhe shkëndija, por Perëndimi është një entitet që ka një interes. Aq më tepër në një botë globale ku Kina është një fuqi në rritje, është një vend, është një fuqi botërore, është 1.4 miliard, në shumë fusha konkuron me Perëndimin me Shtetet e Bashkuara, në fushën e teknologjisë informacionit, inteligjencës artificiale, ka ambicie për zgjerim. Përballë kësaj superfuqie në lindje, në rritje, ti duhet mbash Perëndimin e Bashkuar. Dhe mosmarrveshjet, debate mes partnerëve historik që e kanë treguar në momentet vështira që qëndrojnë njëri tjetrit, ne nuk duhet të hiperbolizojmë debatet, po duhet të shikojmë se ku qëndron. Themelet e kësaj aleance është shumë e madhe. Megjithatë, zoti Bumçi, Franca është menduar dhe ka thënë jo. Kanadaja po mendohet, Shqipëria duket që ka bërë shumë shpejt studimin edhe ka thënë po. Dhe Britania po kërkojnë sqarime. Se është tjetër një koalicion në botë ti ke shpesh koalicione të vullnet mira. Për shembull, nuk e leje nga nuk ka pas. Shqipëria duhet ta bënte këtë studim zoti Bumçi apo e ka bërë me shpejtësi? Ndërhyrja në Kosovë nuk ka pas lejen e Këshillit të Sigurimit. Ndërhyrja në Kosovë. Por kishte një koalicion vullnet mirë. Kështu ndodhen shumë vende ndërhyrje të tjera në botë. Këshilli i Sigurimit paralizohet nga veto ruse apo kineze, por ti ke një koalicion të gjërë vendesh që rreth NATO-s, rreth Shteteve Bashkuara dhe vendeve tjera ndërtojnë një koalicion të gjerë. Po këto janë të përkohshme, janë koalicione vullnet mira të përkohshme, i shërbejnë kauzës dhe më pas, kurse në këtë rast presidenti Trump, të paktën në ato që janë bërë publiket, sikur kërkon që kjo nisëm të institucionalizohet dhe të jetë më e qëndrueshme. Atëherë kjo kërkon më shumë dhëna. Mirë, zoti Bumçi. Nëse Shqipërisë do të duhet që të zgjedhë mes Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Kjo është një nga ato dilemat e shekullit. Çfarë duhet të zgjedhë? Do ta vendos veten atë. Kjo zgjedhje nuk ka ardhur kur ja, për shembull për çështjen e Groenlandës, çfarë qëndrimi duhet të marrë Shteti shqiptar? Ka ardhur zgjedhje për shembull t'ju them. Dua një përgjigje nga patjetër. Bumçi se ka qenë ish ministri i jashtëm dhe ka një ekspertizë më. Kur u ngrit gjykata ndërkombëtare penale, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk u bën pjesë e saj. Edhe me drejtë, sepse Shtetet e Bashkuara kërkohet që ndërhyjnë globalisht, ndërhyjnë Kosovë. Por nëse ka dëme kolaterale, ka dhe një luftë nuk është një farmaci që ti kontrollon gjithçka. Atëherë ushtarakët amerikanë mund të ngrehet pa di dhe ushtarakët amerikanë të përballen me akuzat ndryshme në këtë gjykatë. Po çfarë do thotë kjo, që superfuqia demokratike e botës të kufizohet në ndërhyrje, mos ndërhyjnë në Kosovë, se Rusia me Kinën nuk pyesin për gjykatën. Atëherë kur u miratua gjykata, ne, edhe pse jemi pjesë e gjykatës ndërkombëtare penale, ram dakord me qëndrimin amerikan që të njinim këtë argument amerikan për të mos u bërë pjesë e gjykatës, dhe këtu ne devijuam nga qëndrimi europian. Por NATO dhe BE-ja janë një organizat, po themi me dy koka. U krijua NATO që u krijua BE-ja, se Franca me Gjermaninë si të bashkëpunonin mbasi bën dy luftra në 25 vjet? Si mundet? Po ti nëse ke
konflikt verbal me fjalë me dikë, ti nuk ulesh do të bësh biznes. Se ke bërë fjalë. Po të kesh konflikt fizik me dikë, bën dot biznes me atë njëri partner? Po, kryeministri kanadez në Davos ka thënë sot që nuk duhet të qajmë për të shkuarën. Franca me Gjermaninë dhe u treguai hapur për marrëdhënie dhe marrëveshje me Kinën. Shtetet kanë historinë brapa. Duhet jemi në një tjetër realitet. Jo, nuk ndryshon realiteti brenda NATO-s dhe sot NATO është më e fuqishme se sa ishte dje. Se vendet europiane që kontribuonin pa mua NATO do ishte shpërbër. Po lutem më dëgjoj. Vende europiane që kontribuonin 1.5% sot kanë shkuar 3 dhe 5%. Pra si organizat është shumë herë më e fuqishme sot, sepse kontributi për mbrojtjen është shtuar dhe fal kërkesës amerikane. Se çfarë ti flet për rrezikun rus, po kontribon 1% buxhetin e mbrojtjes, 1.5%, po atëherë to janë fjalë. Ishe kërkesa amerikane dhe sot NATO është më e fuqishme. Fal me fuqishme Trump. Po patjetër, se nëse buxheti ka shkuar. Nuk po bie mbi kurrizin e NATO-s gjithë kjo krisje mes SBA-s dhe BE-s. NATO është momentin më delikat, zoti Bum, që më fal që po ndërpres. Është momenti më nuk ka NATO bashkoi Francën me Gjermaninë, që s'do bashkoheshin kurrë dhe themeluan BE-n. Kjo është historia e Europës. NATO 001 zoti Bum, që është Amerika NATO. Pa 001-shin Rusia, NATO. Dhe BE-ja flet gjithmonë për struktura të mbrojtëse brenda Bashkimit Evropian. Po. BE-ja është fuqi ekonomike, po jo ushtarake. Fuqi ekonomike po, është tregu më i madh sot në botë. Është tregu i përbashkët evropian. Por ushtarakisht ata kanë peshë brenda NATO-s. Dhe amerikanët kërkojnë që të marrin më shumë peshë, të marrin më shumë përgjegjësi. Dhe këto po e bëjnë me shumë ngadalësi, Më shumë e kanë bërë vendet që janë kufi me Rusinë, se e ndjen rrezikun, edhe nga përvoja e tyre gjatë pushtimit sovjetik. Por Groenlanda vije kuqe tani. Edhe dy fjalë për Groenlandën. Nuk bëhet fjalë për pushtim Groenlandës. Shtetet e Bashkuara nuk pushtojnë Groenlandën. Nuk mundet një vend demokratik të pushtojë një tjetër. Dhe nuk është ky projekti. Por ne e njohim presidentin Trump për një metodë shumë agresive të negocimit. Dhe nuk është hera parë që e bën. Negocion fort në një mënyrë që brenda partnerëve mund duket jo etike, se janë partnerë dhe nuk është një vend që konsiderohet jo mik, por mënyra e negocimit presidentit Trump është e fortë, mund duket brutale nganjëherë, vuri tarifa vendeve partnere, por arriti në një zgjidhje, në një emërus. Edhe këtu, nga shumë analistë thuhet që dy janë kërkesat kryesore, që janë mineralet e rralla dhe siguria e Arktikut. Dy fjalë për këto. Sot Kina ka kontrollin pothuajse të gjithë burimeve të mineraleve të rralla. Është Kina vetë, pra toka e Kinës që i ka ato, por dhe Kina kontrollon vendet e tjera, me anë kontratave dhe